Finding Forrester, po më duket që s'ka lidhje me ato, është me Sean Connery një film. Nëse është ai. Më duket ai. Finding Forrester. Memento ka të bëj, do me thonë me... Në vërtet, në Memento, personazhi kryesor nuk man mend, sa e di unë. Kështu që e bën tatuazha nëpër trup për me ditë çka i ka ndodhur një ditë përpara. Kështu që nuk është ky. Forrest Gump është e din krejt. Në Rain Man, po më duket që... Unë jam në Rain Man. Me Tom Cruise-in edhe Dustin Hoffmanin, po Dustin Hoffmani ka një memori aty në... Ka goxha probleme. Edhe Ray Babbitt që tash po më kujtohet, po është emri i njëri për këtën e vllaznive, do me thoni, Dustin Hoffmanit. Përgjigja jonë përfundimtare është në B. @hotmail.com. Semër po gudni? Jo, si mi ngut, ha? Patas? Pasha mame si mi ngut. Pit. Kaj. Në B, po vendosemi aty. Po i qesim edhe shtyllat. Atë Ky shpoj. film kishte fituar 4 Oscar, edhe për rolin më të mirë, nëse kujtohet Dustin Hoffman. Hoffmani, po. Që është shumë i shkurt, aktor ekstrem i mirë. Shumë i mirë. A jena të sigurt, po. Dustin Hoffman, Tom Cruise, po filmi kishte fituar 4 Oscar. Përgjigja është e saktë, Rain Man, 1 pik. Fatosit e Donati.